Eksportët shqiptare drejt Spanjës kanë njohur një rritje të ndjeshme gjatë muajve të parë të vitit 2025, duke u rritur në plot 103.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky është një nga ritmet më të larta të rritjes ndër partnerët tregtar të Shqipërisë për këtë vit. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, ndikimi kryesor në këtë rritje e kanë patur eksportet e mineraleve dhe artikujve prej metali, të cilët po zënë një vend gjithnjë më të madh në tregtinë midis dy vendeve. Produktet si hekuri, çeliku dhe nënproduktet e tyre janë mes më të eksportuarve drejt tregut spanjoll. Në vlerë, eksportet shqiptare drejt Spanjës gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti arritën në 4.7 miliard lek, nga 2.3 miliard lek që arritën në 3 mujorin e parë të vitit 2024. Rritje shënuan edhe importet nga Spanja. Të dhënat tregojnë se ato arritën në 3.2 miliard lek nga 2.9 miliard, që ishte në të njëjtën periudhë të vitit 2024. Spanja po del në pas si një treg i ri potencialisht strategjikisht, duke i dhënë një shtysë të re përpjekjeve të vendit për diversifikimin e partnerëve tregtar. Kjo prirje shihet si një mundësi e mirë për rritje ekonomike, sidomos në sektorin e industrisë së përpunimit të metaleve, një fushë ku Shqipëria po tregon potencial gjithnjë më të madh për eksport.